Fero i rikthehet muzikës. Pas një periudhë larg skenës muzikore dhe një përkushtimit të thellë ndaj fesë, për rreth 2 vite, Fero kishte deklaruar publikisht se është larguar nga muzika pasi ajo është ndaluar me fenë islame. Nuk ka ndaj mendim të ndaj dietarit që muzika lejohet. Madje, ai kishte dhënë deklarata të fuqishme kundër muzikës e artistëve që e promovojnë. Sipas tij, muzika nuk lejohet. Po gjithsesi, unë e kisha dashur të den si një vëlla musliman që e kam, që e du për Allah, kisha dashur prej tina mu largu prej muzikës. Por duket se Fero i ka rënë pishman. Ai ka publikuar të mërkurën në rrjetet sociale një pjesë nga projekti i ri muzikor. Kënga duket se përmban nota emocionale, por dhe të ashpra. Teksti përfshin referenca ndaj situatës së tij personale, përfshi raportin me ish-partneren Arbenita Ismaili, të cilës i drejtohet me fjalë të rënda dhe ofenduese. Në tekstin e këngës, Fero përmend edhe avokatën e saj, Blinera Osmani, e cila është motra e presidentes së Kosovës, e po ashtu edhe përfaqësuese ligjore e ish-bashkëshortës së Feros. Fero dikur shprehe kategorikisht kundër muzikës. Ai në largimin e tij nga muzika kishte thënë se muzika është ndaluar e prandaj edhe po e braktis.